jam gati të dorëzohem. Dhe dosja ka ardhur. Ti shkove në një zonë ku nuk punonin pajisjet të kuptova? Aty ku e kam intervistuar, nuk kam pasur asnjë lloj kontakti deri në orët e vona mas mesnatës, ku jam larguar. Sot në mëngjes, unë kam... Pra intervistove në një vend që as ti vetë se diku është? Unë po them nuk jam vetë i qartë, edhe në fakt nuk kërkova, sepse kjo pjesë e marrëveshjes është gjë që dhe pastaj u largove në orët e vona të natës. Dhe jam larguar. Ta tha që do të dorëzohej. Do dorëzoj. Kam menduar që dorëzimi do bëj në banesën e tij, në Stjar. Por gjëja që vura re aty, dhe e di pse kam menduar që do bëj atje, sepse po nëse kujton dorëzimin e Jao Mulusmanit, Jao erdhi do ai me dorëzimin e Jao Mulusmanit. Dorëzim perfekt ka qenë. 2000-shin ka qenë në 2003-shin. Jo 2000-shin, para zgjedhjeve 2001. Dhe dorëzimi i tij, pra i erdhi në banesë gjatë natës nga Kosova, u bë si arrestim. U qeth, u rrua, bëri gati boçen me tesha dhe në orën 8 shkojnë forca speciale, ai ishte banesë, dije që ishte banesë, i thyen derën në tokmak, bën një bastisje, bën një sken. Fal, ky është momenti i intervistës, ëh? Kjo është gjatë intervistës. Ngria pak zërin. Po këtu shpjegon. Po